Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë, ju e dini, jemi çdo ditë rreth 1 orë në transmetim këtu në Report TV, ku Pa Gjurmë çdo ditë prezanton histori të reja, flasim për persona të cilët janë në kërkim të prindërve biologjik, të rinj të reja, që janë larguar nga banesa dhe kanë humbur çdo lloj kontakti me familjarët e tyre. Por shpesh më shkruajnë dhe më pyesin pse emisioni Pa Gjurmë nuk merret vetëm me persona të humbur, por e fundit ka futur dhe tema të ndryshme. E kam thënë disa herë në transmetim live dhe e përsëris prap. Numri lart i kërkesave të personave të cilët kanë probleme, jo persona të humbur, probleme të ndryshme familjare, divorc, braktisje, dhunë, janë rritur shumë kohët e fundit, fatkeqësisht në shoqërinë shqiptare, persona të cilët kërkojnë ndihmë dhe duan të jenë pjesë e kësaj dritare në Report TV dhe padyshim. Ky emision është hapur enkas për qytetarët të cilët duan të denoncojnë dhe duan që zëri i tyre të dëgjohet. Ndaj ditë pas dite do të keni lloje të ndryshme histori reale, histori shqiptare që vijnë nga çdo trevë e Shqipërisë. Por ditën e sotme do të sjellim një ironi fati. Kështu i quajmë këto histori. Fëmijë të braktisur nga nëna apo babai biologjik të rritur në jetimore, të cilët patën fatin të kishin një familje birësuese dhe fjala nën dhe baba nuk ju ka munguar gjatë jetës së tyre, por në moshë madhore, ndoshta edhe në një moshë që janë bërë jo vetëm prindër, por edhe gjyshër, kërkojnë të mësojnë rrënjtë e tyre biologjike, dhe pse e di që prindrit nuk mund t'i gjejnë gjallë, por ndoshta mund të kenë një vëlla, një motor, një nip, një mbes që duan të mësojnë kush janë dhe nga kush kanë ardhur. Dhe sot do të sjellim një histori të tillë. Personazhi është 80 vjeç, ai quhet Osman Hajdari, ka lindur në qytetin e Vlorës dhe fatkeqësisht erdhi në jetë në 15 tetor të vitit 1946 dhe u braktis nga nëna e tij biologjike. Është 80 vjeç, por ngjan si 60 vjeç dhe unë menjëherë dua ta përshëndes. Osman, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Kur u prezantove dhe të pyetëm sa vjeç je dhe the 80 vjeç u habitëm. Se vetëm 80 vjeç nuk gjan. Të shkaktova habi. Habi më shkaktove, në një gjendje të fortë fizike, nuk gjan. Si duket ashtu kam racën. ADN-ja. ADN-ja. Se jam në rregull dhe nga fushat e materjas. Më vjen mirë, që je energjik dhe le të themi e shijon jetën dhe në këtë moshë, sepse jeta është e bukur dhe ka vlerë dhe është e çmuar në çdo moshë që ne përjetojmë, se ky është cikli i jetës. Por sot ke ardhur të kërkosh prindrit e tu biologjik. I dashur Osman, kur gazetarja ime Ersela më tha që një 80 vjeçar ka ardhur të kërkojë prindrit biologjik, pyetja e parë që ngritem aty në zyrën tonë, por çfarë prindër kërkon? Ai 80 vjeç vet, prindrit kanë vdekur. Të përgjigjem. Po tani ajo nëna ime që quhet Ylvie Resuli, nuk e di në shtathana ka qenë fatkeqësia e saj, se do t'jemi gjaftoft. Po, patjetër, pa paragjykuar asnjë. Do t'jemi gjaftoft. Megjithëse gabime të tilla nuk duhet bëjnë nëna. Nuk duhet ta lejë fëmin, duhet ta maj pranë. Kur e majti 9 muaj, duhet ta maj përjetësi sa t'jetë gjallë, se mbi gjitha zemrën nëne. Por rrethanat në të cilët ajo mund të ketë qenë në ato vite, flasim për vitin 1946 që i ka ardhur në jetë. E di kohën atë. Pak vite pas çlirimit të Shqipërisë kemi qenë. Po, ajo si duket ka metur shtatzënë me mua me 15 janari 1946. Ke bërë llogarit dhe ka ardhur në jetë. Po e kam bërë llogarit. Në tetor. Së të falun për llogarit. Në 15 tetor të 1946. Ne do qëndrojmë bashkë në studio, do marrëfesh këtë histori dhe unë uroj dhe shpresoj. Do ta tregoj me shumë kënaqësi bile se me keqardhën në 2 mosh, po ka një gjet me ju gratë, mos po them, s'po përdor shprehjen femra. Me ju gratë ka një gjet që ku janë të mira, janë të sjellshme, të edukuara, janë dhe të brishta, kanë një zemër të artë, kanë një shpirt të ngrohtë. Afro më shpejt, pra njerëzve të fatkeq, afro më shpejt, të bën pjesë tuash, bën një me fatkeqësinë e tjetrit. Edhe unë i kam qejf ta njerëz që janë në jetë, që ka dhe njerëz kaq të mirë, ose
njerëz ose gra, nana, gjyshe. Se u preke, i dashur Osman, jetën tënde nuk ka munguar një grua që i thërrite nën, nuk ka munguar një grua që e quajte bashorte dhe të bëri baba të 2 fëmijëve, pse u preke kur përmende fjalën grua? Shikotani, ka një ashtu siç nuk bëhet pika me burrin e keq, nuk bëhet pika edhe me gruan e keqe. Gjithmonë këto janë antitezë, janë anti-njëri, se kur përdor shprehjen njëri, kjo shprehje ka vlerë të madhe, thoshe Gorki, edhe duhet të çmohet. Ajo që mua më dhë më shumë në historinë tuaj, se ende nuk e kemi prezentuar për publikun, është se ju sot jeni 80 vjeç, për para 3 viteve që keni qenë 77 vjeç, jeni divorcuar nga bashortja. Dhe të përjetosh një divorc në këtë lloj moshe... U zbatu një ide e Einsteinit dhe e Sokratit. Einsteini thoshte kështu, qofse do. Aq sa kufi ka gjithësia, aq kufi ka dhe bullallëku njerëzor. Unë atë e majtë në plënt dorës, që u kam edukat juridike, se unë për bela kam qenë 14 vjetë prokuror katuni. Në çfarë vendi e keni ushtruar? Pa aty për rreth Lushnjës. Për rreth Lushnjës, aty ku u birsove dhe u rrite. I dashur Osman, ishit ju që e divorcuat bashorten, apo ajo? Jo, iku ajo. Të braktisi, iku ajo. Më britjese ajo, po do të tregoj unë ty në konfidencë. Do se do futem në atë zonë. Filloj me historinë tënde. Do se futem në konfidencë në atë zonë. Vendosi ju, nëse kërkoni ta rrëfeni historinë e jetës tuaj me detaje nga fillimi deri në fund, por fillimisht me lejo të prezantoj një material, një kronik që gazetarja ime Ersela ka përgatitur për Osman Hajdarin, të 80 vjeçar nga Vlora, se lidhi në qytetin e Vlorës, por u birsua në qytetin e Lushnjës, detaje se si ai e mësoi të vërtetën që ishte një fëmijë i birsuar, pse nuk arriti në një moshë më të re ta gjente nënën e tij biologjike, por sot 80 vjeç, ka marrë kurajën të vinë në studion e emisionit Pa i Gjurmë dhe të kërkoj rrënjtë e tij biologjike. Ndjekim këtë insert dhe rikthehemi në studio. Një jetë e mbushur me dhimbje, mungesë dashurie dhe plagë që nuk mbyllen kurrë, Osman Hajdari sot 80 vjeç rrëfen historinë e tij të trisht, që nisi me braktisje nga nëna biologjike sapo erdhi në jetë. Muajt e parë të jetës i kaloi në jetimore, pa përkëdhelje dhe pa familje, më pas u birsua nga një çift në Lushnjë, të cilët e rritën me dashuri dhe përkushtim. Për shumë vite ai nuk e dinte të vërtetën mbi origjinën e tij, derisa pas vdekjes së babait, mësoi se ishte i birsuar. Një e vërtetë që e tronditi dhe që e la me shumë pikpyetje. Edhe pse kërkoi për familjen biologjike, Osmani nuk arriti kurrë të mësonte se kush ishin njerëzit e gjakut të tij, por dhimbjet nuk u ndalën vetëm tek fëmijëria, edhe jeta familjare të 10 vjeçarit u shoqërua me zhgënjime dhe vuajtje. Martesa e parë zgjati vetëm 13 muaj. Ai tregon se zbuloi tradhtinë e bashortes dhe vendosi të divorcohej, ndërsa dyshime mbi aftësinë e vajzës së lindur nga ajo martesë e kanë munduar për vite me radhë. Pas ndarjes, Osmani provoi të ndërtonte sërish një familje. U martua për herë të dytë me një grua që kishte edhe një djalë, të cilin ai e rriti si fëmijën e tij. Për dekada me radhë ajo përpoq të mbante familjen bashk, por sipas tij xhelozia dhe konfliktet të vazhdueshme e kthyen jetën në një vuajtje të përditshme. Pas rreth 35 vitesh martesë, edhe kjo lidhje mori fund duke e lënë Osmanin të vetmuar në pleqëri. Sot në moshën 80 vjeçare ai jeton mes kujtimeve të hidhura dhe një shpresë që nuk është shuar kurrë, të gjej familjen biologjike dhe të njohë njerëzit që nuk i pati kurrë pranë. Kjo është historia që do të trajtojmë ditën e sotme në studion e emisionit Pa i Gjurmë. I dashur Osman, e nisim ditën që ti erdhe në jetë, atë që ti ke mësuar më vonë sigurisht. Ke lindur në 15 tetor të vitit 1946 në qytetin e Vlorës dhe nëna të braktisi në spital apo të çoj vetë në jetimore, ti nuk e di këtë gjë. Sa ke qëndruar në jetimoren e Vlorës? Po ka shumë mundësi si që gjykoj unë, tani edhe herë tjera kam gjykuar, se ishte një grua aty në fshat, një grua shumë e mrekullueshme. Që të ka treguar? Jo, nuk ka treguar, po tregoj një gjë kur unë isham diçka e tillë kështu. Foshnjë? Foshnjë kështu, një vjeç, unë kisham shumë, lapjam shumë, pa e them në kuptimin humor të fjalës, belbezojam shumë. Edhe si që duket unë sa fillova ato germat të para të gjuhës shqipe, edhe i belbezojmë shumë dhe ajo kishte shumë kënaqësi, një salushe. Pra, po më tregon që ke qenë rreth një vjeç kur prindrit e tu të kanë birsuar në qytetin e Lushnjës. Ka mundësi. Po nuk je i sigurt se sa ke qenë fiks
kur çifti Memin dhe Xhemile Hajdari të birësoj dhe ti u rrite në çfarë zone të Lushnjës? Në fshatin Hajdaraj. Në fshatin Hajdaraj, dhe ata mbajnë dhe mbiemrin e fshatit. Po, ky fshat, aty janë dy Hajdaraj në fakt, Hajdaraj Lushje dhe Hajdaraj Pekin. Hajdaraj Pekin ishë në jurisdiksionin e Elbasanit. Po, e merte... Kurse Hajdaraj Lushje në jurisdiksionin e Beratit, në atë kohën e Zogut flas. Po, jo në kohën e Zogut, jemi në vitin 1946. Mirë fshati këshu e mërtu që ku ishte... Që në atë kohë, po, në na intereson fshati juaj, Hajdaraj i Lushnjës. Folen që si preardhjen e këti mbjemi, se si që thojnë ata që aty kështë kjenë dy vlezë, një kaloj këte, një matan, dhe këta këshin preardhjen nga Hajdaret e Elbasanit. E qartë, por që mos hymë në detajet të parëndësishme që nuk në ndimojnë do informacion të bolshëm. Në informacion. Ndalemi momenti kur ti u birësove nga çifti Memin dhe Xhemile Hajdaraj në fshatin Hajdaraj të Lushnjës, dikur e vitit 1947, po e quajmë, se nuk jemi të sigurt, një vit pas lindjes. Ashtu nga fillimi nga fundi 27. Jo, nga fundi 27. Po pra, një vit pas lindjes, nuk e shumë një vjet. Kanë filluar të luaj, si që luajnë famit në atë mosh, të bëlbëzoj, kështu, të flashu. I dashur, Osman, sa vjeç ke qenë kur, le të themi, zbulove që ishe një fëmijë i birësuar dhe prindrit që po të rrisin nuk ishin ata biologjik? Nuk më thoshe fshati mua si gjysëm lafe. Asi gjysëm lafe. A i fshati për mua ishte jashtëzakonisht dashamirës. Nuk më thoshe ja se gje dhe nuk di jam gje unë. E kam si këshu, si fantazmë për shpegoj. Aty vinte një burë. Sa vjeç ke qenë? Po duhet kem qenë një 4-5 vjeç, themi unë. Vinte një burë aty, mesatar, kështu, i fuqishëm, asë jesë fliste me mua, edhe si vdik babaj se i thot këj Gjashau, i thoshim ne, kishim si kushri. Babaj birsus? Babaj u vdik sepse hemorragji. Sa vjeç ke qenë kur vdik babaj birsus? Unë kam qenë një 20 vjeç. 20 vjeç? 20 vjeç. I ri ke qenë kur ke I ri kam qenë una, edhe kur vdik babaj që më birsoj, një kushrin tim tha mua, Osman thot, pasi kjo do tjetë këshu jo e sakt, jo shkencore se thuash, edhe thot që ka qenë këshu puna, thot që babaj jot biologik, thot kanë qenë partizan, se kjo njerku ka qenë partizan brigadën 16. Zoti i ndjeri Memini që të birsoj? Po, të lutem. Njerku që quhet Memin... Jo njerku, a i është babaj jot. Babaj i birsu. Ashtu kam kjefti themi. Babaj. Babaj se a i më rriti mu me të gjitha dashurit. Ashtu quhet, babaj. A i të rriti për ty, baba dhe nën janë Memin dhe Xhemile, të ndjerët. A them ka rritu mu me të dashamirësit. Ke mallë për ta. Nuk tregohet. Mire sa ajo gjyshja. Hajo më donë të unë edhe në ku jam në autobus, ku më kujtohet u qaj atje. Në autobus, për gjyshen. Ke që 20 vjeç kur humbe babajnë, sa vjeç ishe kur humbe nënën Xhemilen? Po, duhet kem qenë ja 37 vjeç, themi. I martuar, kishe kryuar familje. I martuar. Pra, kishe kryuar familjen kur humbe edhe nënën. Jo, ishim i divorcuar dhe me te una, të tregoj një historit që diqme me te. Ke 2 martesa? Kam 2 martesa. Të dyja të dështuara? Të dështuara. Fatkesisht. Osman, të lutem, se të pyta dhe pak më parë dhe dua të përshëndrohesh në këtë intervistë, është e rëndësishme të mësojmë sa më shumë detaje për jetën tënde, me shpresën që kushdo që është duke na ndjekur ditën e sotme që mund ta njohë historinë tuaj, mund të na ndihmojë me ndonjë informacion ku ti mund të gjesh një motor, një vlla, mund të gjesh një nip, një mbes, të gjesh gjakun tënd, rrënjtë tua biologjike. Dua të pyes, ke qenë sa vjeç... Ta vazhdojnë qikës atë pjesë una. Jo, sa vjeç ke qenë kur mësove që ishe një fëmijë i birësuar? Që ishe dhe i rritur, e ke kuptuar edhe çfarë do të fjala birësim? Unë e kam mësu shumë vonë atë. E kam mësu shumë vonë. Pas vdekjes së babait? Urdo? Pas vdekjes së babait. Pra, ke qenë 20 vjeç? Mbas vdekjes së babait.
se babai kishte në kështu, që pse i kishë bërë biseda kështu, unë do t'i tregoj të gjitha djalit, të gjitha, po të rritet i që shkoj të pak 25 vjeç. Të rritet. Por a i vdiq dhe nuk arriti A i vdik shu se pati hemorragji cerebrale dhe vdik. Pa konsultuar me mua, pa u zgjatur jeta kështu, pa treguar asnjë detaj. Tregoj asnjë gjë, se ai kishte llogarit që unë kur të rritje do më tregonte. Por që fatkeqësisht ai vdiq dhe ti nuk mësove asgjë. Mësova asgjë unë ai, po më thot i kushiri ati. Pas vdekjes së babait. Mas i vdik babai jot biologjik, thot, dhe Xhamemini, që është i kushirieta, e ka marrë në krah baban tat biologjik, e ka marrë në krah disa kilometra, ka shpëtuar nga Gjermani, dhe Xhamemini nuk ishte fëmijë. Dhe këta u bën miq për kokë, si shpëtoi jetën atij babait tim biologjik. Ky që mbirësoi, shpëtoi jetën atij babait tim biologjik. Shpëtoi jetën se ja mori krah, ky se u plagos rënd në malet e Përmetit. Po për nënën? Do të tregoj diçka? Po s'arriti puna, nuk arriti puna, të tregonte. Por në momentin që e mësove Osman që ishte një fëmijë i birësuar, si e prite? Folën ndonjëherë me nënën tënde, ajo ishte gjallë në ato kohë kur ti zbulove të vërtetën. Unë nuk interesoshem shumë që është e vërteta. Nuk interesoshem shumë se më kish kapër dhe një qik nervozizmi, që të flasim shumë tani, si e ndjej. Më kish kapër dhe qik nervozizmi tani, po mi më ti tani, linde një fëmijë, mi gjitha linde një djalë. Jo se anojë unë, po kështu e kemi në si popull, anojë më tepër nga djemët, për shembull. Edhe lindi djalë mbi gjitha, e rrisje. E rrisje. E ke paragjykuar gjithë jetën? Nënën tënde? Këto pyetje të kanë munduar, të kanë bërë të vuash, që pse më braktisi, më mbajti 9 muaj në bark dhe më la? Shkon në një fraksion të sekondës. Që e mendon? Që e mendoj. Mirë, i dashur Osman, do qëndrojmë. Nuk më manë gjatë orretja. Orreti nuk kam, se në fundit ajo më siguroi jetën. Nuk më dëmtoj. Edhe ty fatmirësisht, nuk të mungoj një familje, pati një nën dhe një baba që u rrite me shumë dashuri. Bile ajo, nëse do ta dish si Odete, ata kishin birësur dhe një mesën e tyre, gocën e vllajt, këta. E që Zylyf... Që është motra jote? Që është motra, ajo mund grop qafës mante mu tër ditën. Ajo është me madhe në moshë të ty? Është me madhe, ka vdekur ajo. Ka vdekur? Ajo ishte afërsishja, ja 10 vjeqe me madhe nga unë. Kishin birësuar në fillim? Unë atë kishem dhe motrë dhe nanë, ajo më lante mua. Ata kishin birësuar, pra prindrit birësues kishin birësuar në fillim motrën, pastaj ty? Motrën. Pastaj ty? Pastaj mua. Por që fatkeqësisht e ke humbur nga kjo jetë edhe motrën se është më e madhe në moshë. Biles unë ato gocët e motrës, që ta thash pak më para që unë atë kishem dhe motrë dhe nanë. Ke kontakte me mbesat sot? Po. Se ato të mëdhaja janë në moshë. Po ka një mbes në Belgj, që më pret me të gjitha dashamirësit, edhe 5 nipër të tjerë që më bën gjitha të respekte. Më vjen mirë që pas ke familje të madhe. Ata janë dhe njës të edukuar, njës të mirë. Më lijo të kaloj të hapësira e parë e reklamave, do vazhdojmë Osman të qëndrojmë bashkë në studio për të treguar historinë tuaj, por fillimisht bëjmë shkëputjen e parë për të kaluar te këshilla e Obenit dashur miq, një këshillë mjekësore dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme kam të ftuar një 80 vjeçar me emrin Osman Hajdari, i cili po rrëfen jetën e tij dhe është në kërkim të rrënjve biologjike. I dashur Osman, si arritet të zbulohet që nëna jote biologjike quhesh Ylvie dhe kur ajo të ka braktisur në jetimoren e Vlorës, ti mbaje një tjetër emër? Mbaje emrin Sergjo. Sergjo. Emër shumë modern për ato vite. Po themi se. Shumë modern. Themi se. Emri Sergjo për atë vit që nëna jote të ka vendosur. Themi se dhe ka një gjë sekrete ti, zoja nderuar. Në ato vite, të flasim shumë, si e ndjej, në ato vite nuk ishte një revolucion seksual pa e quaj unë, si që është sot. Po? Me gjë se mua nuk pëlqejnë këto dy shprehje që përdor, por në atë kohë gratë ishin shumë të sakta, të ndershme, të denja, kishin si të mira shoqërore,
Dhe e kam përshtypjen, do dalësh sërish pse më braktisi nëna. Po do e mos, aty është esenca. I dashur Osman, e kuptoj që të dhëmë kjo gjë, të ka dhëmbur gjatë gjithë jetës. Ti je quajtur Sergjo dhe mbiemri jot ka qenë? Resuli. Resuli, që do të thotë, nëna juaj biologjike është quajtur Ylvie Resuli nga Vlora, se vendlindja është Vlorë. Nuk e di, vendlindja është Vlorë. Është Vlorë, që do të thotë Po kam më dëgjuar që fisi Resuli në ato anë është një fisi madh dhe shumë fisi mirë. Po mirë, dua të pyes, kur ishe i ri, 20, 25 apo 30 vjeç që ishe martuar, le të themi i rritur edhe mëndërisht, e kërkove ndonjëherë nënën tënde? Por në atë kohën e socializmit, ishte një paragraf që nuk lejohet të tregoshin të birsuarit. Tani në kohën e kapitalizmit, Pas 90-s? Pas 90-s, po mu më pëlqen të them kështu si që është, Po. dhe ata i thonë, e kanë zëvendësuar me shprehjen demokracisë, është një mashtrim klasik i popullit botës. Po s'po i futim se punës, unë i përkas një teorie tjetër. E qartë, e shikoj, të pëlqen filozofia, të flasësh pak për politikë, të pëlqejnë shumë autor. Politika e shpreh duke me që je i ekonomisë. lexuar dhe përdor dhe shprehjet e tyre për të bërë krahasime të vlefshme me aktualin e sotme. Por që ndalemi tek historia jote, sepse minutat fluturojnë në transmetim. Nuk të lejua në kohën e socializmit të kërkoje, por pas 90-s ke bërë ndonjë përpjekje? Bera vetëm një herë, Po. unë kam një gjë në jetë, do më thënë tipi im, që mu e ftofta gjithmonë më vret shumë. Por pse? Më tërgo, bëre një herë të vetë me kërkime, çfarë viti? Dhe bera herë në kone, mirë në atë kohë vetëm një herë vajta unë shumë. Kishë vdek këj babaj, i dytë, si mund të them, vajta një herë ata më pritën ftofta unë iga, nuk e zata shumë. Vajta në Befotrovuna. Në shtëpinë e fëmijës në Shtëpinë e Vlorë, fëmijës. aty ku kishe qëndruar një vit. Ata asë fushëllujnë fare ku thot populli. Pse? Nuk të dhanë asnjë lloj Po që përgjigje? dhëna që je, sepse nuk lejohesh në atë kohë. Që të jepni të dhëna kush Të ishte mimi të nëna? dhena, nuk lejohesh. Vajta tani në kohën e kapitalizmit, ata si duket da donin e leka në i para që të themë, unë kam qenë qikës hull nga kjo anë. Dhe çfarë të thanë? Se nuk më kujtohet, se nuk i kam Po nuk të dhanë një përgjigje të saktë. Ashtu si në majtë thanës. I dashur Osman, por kur nënën tënde e kishe gjallë, zonjën Xhemile Hajdaraj, nuk e pyete asnjëherë? Herë, Pse? po nuk dihem gjë unë. Jo, por pasi vdiq babaj ti e mësove të vërtetën. Po e mësova, po nuk e pyta me sa jo s'mu shumë rënda, unë e kam larë si fëmija të 20 muaj. E fusjam govatet, ato govatet ka qenë lamarine, kam në dëshmitaru, se dukem si Ke goja kujdesur për ta. E fusjam në govatet lamarin, i hidhja me 5-6 litra uj, e lajem nga kokat të kamët, e lajem, e shplajem, e fshijem, e vishjem, edhe vendosjem kravat 20 muaj, fiks. Dhe ke marrë bekimet nga ajo. Edhe baban, edhe babaj që u ashu e shketi u paralizu dhe aji, dhe jetë e kam larë atë, e vijem në historie dhe e lajem dhe baban. Do të bëj një pyetje të sinqertë që Mu vjen kek, unë smere me gjestra. se vë në dyshim. Jo, jam i betuar una. I dashur Osman, 80 vite ke jetuar pa erën e nënës tënde biologjike, Ashtu është. pa ditur kush është ajo, kush është babaj, motra, vlezër. Sot që jetë 80 vjeç dhe e paç jetën e gjatë, pse e kërkon? Çfarë E kërkoj se ku kam lafosu me dashamirës edhe me ata niprit e mi që unë i mbaj, edhe me shoke të ndëruar, miq të mirë që janë njerëz fisnikë, nuk janë kështu, thot, po bëj një sakrifis, thot, bëj një mundim, thot, se në qofë se nuk do jetë nana jote, thot, biologike, po duhet kesh vlezër, duhet kesh motra, duhet kesh nipër, duhet kesh mbesa, duhet kesh, thot, aj. Që të kike ka? Se shumë njerëz po lëvizin në këtë fushë. Se ka shumë njerëz që kanë bërë. Ti ke dhe tani, thot, ai kesh vrarë babaj, shu e kanë metër shumë jetim, thot, ai, mi por dokumentat bëhen. Pra, je kurios të dish se Po ne e shuhemi si kom që ne kush të ka sjellë në jetë? Si kom
Me shpresën që mund të gjesh një foto të saj për ta parë, për të mësuar kush janë prindit e tu real, ata biologjikët. Unë kam një ide kështu që mos të harroj, se do të thosh jam ty që e mira është që të bisedosh me motrën time, me ato të madhen, për shembull, se masi vllai, masi i shkaktoi nervozizëm ati. Po motra është me, për shembull motra ime është me kujdesshme. Motra juaj ka ndruar jetë. Urdhë? Motra juaj e birësuar. Flas për motrën biologjike. Po pse dyshon ti që ke motrë? Po tani, unë duhet t'ja fëmija e parë. Po pra, pa tjetër, logikisht, ti e fëmija i parë dhe më i madhi, ata tjerët kanë ardhur pas. Po, më pas. Po pse dyshon që ke motrë, mund të kesh vetëm vëllezër. Kjo e gjykoj unë, unë s'po përdor firma dhe vull. Atë na i lër ne, për të vazhduar kërkimet dhe për të arritur në gjuhën të tyre. Kjo është ide, unë e kam si... I dashur Osman, do doje si sot tranzicion. ti bëje një thirrje familjes me mbiemër Resuli, ajo që është gjaku jot, është ADN-ja jote. Çfarë do i thoshe sot familjes Resuli, që është rrënjtë tua biologjike? Nuk e dim se kush mund ta përgjigjet. Unë do të përdor me te ashtu siç kam përdor dhe ku kam llafosur me njerëz të ndryshëm që unë do të llafosem me te ajo me siguri, edhe motra ime me siguri që ato do qajnë. Çfarë do i thuar sot nga studio e emisionit Pajgjur? Do t'i takoj me përzemërsi. Me që ty të është fiksuar që ke motra dhe vëllezër, e me quajmë reale. Do t'i takoj me përzemërsi. Çfarë do i thuash atyre njerëzve? Çka ka kalu, tani duhet të njihemi, të ruajmë dashamirësinë, sa t'jemi gjallë, t'u tregojmë dhe pasarzve tanë, sepse mu çuni edhe vajza më tha, babi tha, do vi tha vajza se kam fëmijë shumë të mirë. Sa fëmijë ke? Kam 2 fëmijë unë. Nga martesa e parë, ke fëmijë? Duhet të mendoj këtë. Si e i sigurt? Po, shumë i sigurt. Por nuk e bërë asnjë përpjekje për të mësuar i e babaja apo jo i atij fëmije që nuk e të ardhur? E kam mësuar. I e babaj ti? S'jam babaj. E kuptova, se ka ndodhur dhe divorci. Pra ti ke vetëm 2 fëmijë nga martesa... Grazie, sanamore. Ti ke vetëm 2 fëmijë nga martesa e dytë. Nga martesa e para i fëmijë që ka ardhur, po tregon që nuk jeti babai biologjik. Ke 2 fëmijë të cilët janë të rritur. Po, ashtu dhe janë mbështetja më e madhe për ju që ju të gjeni rrënjtë biologjike. Ta janë njerëz shumë dashamirës, fëmijët e mi janë shumë njerëz dashamirësi, si djalit dhe vajza. Po djalin e kanë në New York City. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kurse vajzën e kanë në Toronto. Në Kanada. Në Kanada. Kanë goxha shkollë, për shembull vajza ka mëru për financë kontabël. Është në 2 punë në Toronto. Bravo. Gjysmën e ditës, e dita merret tetorshe. Po. Ditë punës. Ndërsa djali... Jo ditë astronomike. Ndërsa djali për çfarë ka mbaruar? Ajo gjysmën e punës e bën anglisht, edhe gjysmën e punës e bën frëngjisht. Frëngjisht. Po, se në Kanada janë të dyja gjuhët zyrtare që njeh. Frëngjisht dhe anglisht. Kurse çuni im punon në shkamarier në New York, dhe isha e di italisht më mirë nga fshatarët italianë. Po, je baba krenar, të kanë bërë krenar. Po krenar se unë jam jashtëzakonisht i rregullt. Dhe më vjen mirë. Mirë, do qëndrojmë i dashur Osman dhe më vjen keq. Jam njeriu më i rregullt në botë. Dhe sinqerisht më vjen keq që pas ke pasur 2 martesa dhe e mendoj që ke pasur një jetë të vështirë. Do të tregoj. Mirë, po të kalojmë tek hapësira e dytë tek reklama dhe do rikthehemi sërish bashkë. Mirë, jemi sërish bashkë në studio dashur miq, ku ditën e sotme po flasim për historinë e Osman Hajdarit, i cili është në kërkim të rrënjëve biologjike. Ajo që ai ka zbuluar ndër vite gjatë jetës, ka mësuar se nëna e tij biologjike quhesh Ylvie dhe emri që ju vendos ishte Sergio Ylvie Resuli, erdhi në jetë në 15 tetor të vitit 1946 në qytetin e Vlorës. Kushdo që e njeh familjen Resuli dhe kushdo që mund të di historinë e Ylvie, sipas llogarive sigurisht mund të larguar nga kjo jetë, është i lutur që ditën e sotme të telefonojë në studion e emisionit Pajgjur, pasi Osman Hajdari kërkon të mësoj të vërtetën e familjes së tij biologjike. I dashur Osman, martesa e parë sa vite funksionoi tek ty? 13 muaj. 13 muaj? Po. Shkaku ishte tradhtia? Po dhe po. Je lënduar? Po dhe po.
Unë përdor një shprehje kështu. Jo, s'kam ndërmend të tërgohem i ashpër. Tradhtia është më rëndë si lufta. Dhe përdor dhe një shprehje kështu. Tradhtarët duhen ekzekutuar me përbuzje dhe duhen varrosur duke qeshur. E rëndë. Tradhtia ka lindur me njeriu, kundra tradhtisë është çdo kush, por fatkeqësisht ka ekzistuar, ekziston dhe do ekzistoj kjo gjë, por padyshim që çdo kush që tradhohet, lëndohet rënd dhe të besoj që ti e lënduar në atë vit, sa vjeç ke qenë? Në martesën e parë? Po, 35. 35 vjeç. E zbulove tradhtin dhe e divorcove. E divorcova. Fëmia që erdhi në jetë. Asnjëherë nuk i kam thënë asaj që se kemi mu vajzë. Asnjëherë nuk i kam thënë. Por ju keni bërë ndonjë analizë DNA-je? Jo, po do ta tregoj sekretin. Si e ka që Nuk e sigur? tregoj tot tani. Mirë, në transmetim Do nuk ta do tregoj në ta... konfidencë. E qartë, nëse nuk do ta bësh publike, por Jo. je i sigurt që nuk është vajza. Po. Asnjëherë nuk e ke takuar atë fëmijë. Se E nuk kam të- takuar. E ke takuar. Kam takuar unë plejt dhe fëmijët i dua shumë. Por që nuk je babai. Edhe jo, po edhe unë e respektoj me tërë dashamirësitë që ka njeriu, sepse njeriu është një qenie moderne, është një kafshë me inteligjencë të lartë, se kafshët më ignorante në të tokë është lopa dhe mamuthi, që nuk i kanë fushët e materjes. Mendoja se do ishte gomari. Jo, e ke gabim. Gomari është një inxhinier i përsosur, vetëm uret nuk i bëndot. I dashur Osman, rrëfeni historinë dhe e kaloni me humor dhe më vjen mirë që gjërat që keni kaluar në jetë, keni gjetur forcën për t'i kaluar. Kam qenë jam i rregull Dhe kjo është... me ligjet e shtetit, me rregullat e shoqërisë dhe me normat e familjes. Nuk ma uli kokën mua. Keni jetuar me nder dhe me respekt. Atë që kërkon çdo kush në jetën e vet. Po dhe po. I dashur Osman, pasi u divorcove me gruan e parë, pasi tradhtie që u lëndove, si vazhdoi jeta jote? Pastaj ndërhyn shumë shok, shumë dashamirës, ndërhyn me forcë bilës. Edhe arrita që mora dhe këtë të dytën, këtë e mora me një djalë. Që fatkeqësisht dhe ajo nga një martesë të dështuar. Po kjo fakt e kish kalu keq atje në ata. Fatkeqësisht. Kish kalu keq, ai ishte, përveç që ishte një sifilit, i sifilizuar. Kish infeksion në tru, dhe lindi një djalë me te, ai djali nuk është në... E keni rritur ju, atë djalë? Unë e kam rritur. Biles unë e kam majtur në krahët, nëse do t'a dish. E ke konsideruar si djalin tënd? Unë më mirë mbajem atë, po ta them me gjana me shpirt, kur e përdor populli shqiptar të shprehje. Unë më mirë mbajem atë se sa mbajem djalin dhe vajzën time. 2 fëmijë që solle. Por sa vite qëndruat bashk me gruan e dytë? Shumë vite keni qëndruar. Afërsisht 35 vjet e kusur. Por ç'a ndodhi pas 35 viteve? Pse shkuat në divorc? Jo si ishte puna. Nuk mund t'i them dot këtu. Padyshim, gjërat që nuk do t'i thuash në transmetim live, unë nuk të detyroj. Nuk i them dot. Jo, nuk është puna atje, po unë është ajo të shkakton. Se nuk besoj ka qenë ekonomia e keqe. Jo, nuk ka qenë ekonomia e keqe. Nuk besoj që ka qenë xhelozia, nuk besoj që ka qenë tradhtia në këtë moshë. Ajo ishte ai xheloze, sa xhelozinë e shoqëronte me nervozizëm. Me nervozizëm gati të papërmbajtur. Ajo për shembull siç ka muj 30 ditë që kush nuk e di, ajo 7-8 ditë o 10 ditë po e plotësoi 10 ditë una, ishte thuaj atij që gruaj më mirë se kjo s'kishte. Kur fillonte 10 ditë që i dytë dhe i tretë, ajo ishte si e çmendur. Ishte e pamundur. Bilesh nuk është që qesharake. Unë e këshillojem se si të bëhesh më mirë, si të vepronte më mirë, janë 5-6 rrugë, rruga më mirë është kjo, Mjeku është rruga më mirë, ndoshta ka pasur nevojë për një mjek, psikiatër. Se jo, masë se, po e them dhe qik më tute, unë, ku thonë ata kosovarët, kjo kishë edhe një botër pak të çmendur. Po mirë, okej. Është tezja e fëmijëve, është nëna e fëmijëve, jemi qik më korekt, i dashur Osman, sepse lëndojmë fëmijët në këtë mes. Por Osman, do të bëj një pyetje. I ke bërë njërë pyetje vetes, mos ke qenë ti shkaktari i ndarjes, mos ke gabuar ti me gruan dhe jo ajo? Jo,
jo dhe vetëm jo. Flasë për në Tiranë. Flasë për në Tiranë. Si ndodhi divorci? Ajo iku? Ja si ndodhi divorci. Se unë nuk merë mas me rena, as me gënjeshtra, as me mashtrime. I thosh që jam unë gjithë një të metat korrigjohen, gabimet kritikohen, fajet dënohen, krimet ekzekutohen, pik. Edukimi më i mirë për një kriminal është ekzekutimi. Po, se mos të hymë në këto. Po them çka kam thënë. I dashur Osman, sa vjeç është gruaja e dytë që e divorcuar? Po, është afërsisht 64. 64. Ajo është e datëlinjes 2 maj 62. Shumë vite më vogël se ju, pas keni diferencë. Ju 80, ajo 64. Unë mendoj... Ajo është që e ka kapër më shpejt pleqëria. Unë ja kam i qikë më larkë. E ka më afra jo pleqërin. Unë besoj se ju keni gabuar me atë grua. Unë? Mendoj unë, pa të paragjykuar, sepse unë mendoj që një grua në moshën 64 vjeçe, nëse disa huqe që mund të ketë patur gjatë jetës, nëse si ka ndryshuar në rinin e saj, nuk do të ndryshoj në pleqërinë e saj. Por gjithsesi, mos ta përmendim se ajo mbetet përjetësisht nëna e fëmijëve të tu. Dhe 2 fëmijët që mund të na ndjekin në këtë transmetim mund të lëndohen nga babai i tyre që dëgjojnë që flet për nënën. Ju u divorcua dhe keni 3 vite dhe e ndalim këtu martesën e dytë. Këto 3 vite si kanë qenë për ty, i vetëm? Unë për të ruajtur gjaftësinë, për të ruajtur modestinë. Po? Për mos e shpallur luftë këtyre termave, unë mund ta kem tepruar, po jo derisa ajo tikte. Se ku ti lije me orë të tëra drita ndezë, kur dillin e kishe sipër kokës. Mos më thuaj që jeni divorcuar dhe jeni zëmë për këto gjëra, pse ke lënë qelsin e dritës hapur. Derja kaq empirike është, kaq skandaloze është. Atëre besoj, je me mua dhe e pranon shprehjen popullore pleqëria si fëmia. Është e dhimbshme të mendosh që jeni ndarë për gjëra që nuk kanë vlerë. Vendre ç'a do themi. A kjo në gjyq se gjyqja aqva që 5-6 minuta u bë gjyq. Arriti deri atje sa kjo thë kjo ka shitur mua, ky thëm ka shitur mu diplomën. Pa ajo ishte me 4 vjeçare me bazë fillore. Si u ndjen fëmijët? Si kanë reaguar fëmijët me divorcin tuaj? Janë prekur, besoj, të dy. Askush nuk dëshiron t'i shkoj prindrit e ndarë, por fatkeqësisht... Nuk kanë aftësi ta gjykojnë këtë pjesë. Këtë e mendoni ju, por... Kështu e gjykoj unë, se ju flet ashtu si di. Është e vështirë jetesa vetëm Osman? Jetesa e vetëm është e vështirë? 3 vite vetëm? Unë duke menduar atë, që unë be dhe shaka nga herë kështu. Dhe mua një fije bari më dan nga lavdia. Unë edhe avionin e ngaz dhe makinen e ngaz, edhe bicikletën e ngaz dhe kanal bëj, edhe grur korë, edhe fjalime mbaj, tipik si shqiptarët, që di bëjnë të gjitha. Edhe kur unë jam i rregull në flas në moral këtu, jam shumë i rregull, ta thash pak më para. Kur unë zbatoj ligjet e shtetit, rregullat e shoqërisë dhe normat e familjes, jo, e qartë, mua s'ma uni kokën. Jo, nuk po të them këtë gjë, a është e vështirë të jetosh i vetëm? Ke 3 vite që je divorcuar, nëna e fëmijëve është larguar. Po, unë jam atje, aty tek Mishto Mame, të ajo qendra komunitare që ndojmë së bashku. E merr atje ushimin? Jam atje, marr atje ushimin, ata më mbajnë aq mirë sa unë nuk i them dot, më mbajnë shumë mirë, ai stafi e tje, ajo përgjegjësia i risi. Po me fëmijët ke kontakte? Po. Ke kontakte? Po, bisedoj me ta. Më vjen një. Fjalën tek ajo, atje luaj shah, luaj domino, majmë biseda, flas për datat historike të popullit shqiptar. Do vim në një ditë me kamrën tonë atë qendër për të takuar. Jo vetëm ju dhe shokët dhe shoqet që ju keni. I dashur Osman, do doja të qëndroja me orë të tëra ditën e sotme në transmetim për të folur. Një fëmijë me keletën. Për të folur. Përse e njeh. Po, patjetër. Atë dërmjetësuesen. Për të folur me ju, po për shkak se kemi ardhur në fund të programit, ndoshta një ditë tjetër mund të jemi sërish bashkë në studio apo të vim ne me xhirime në atë komunitetin tuaj aty në zonën e Mistomames. Ne e prezantuam për herë të parë historinë tuaj, do të nisim kërkime, do të jemi bashkë në kontakt dhe të falenderoj që të pata sot në studio.
Gjithashtu, kënaqësi. Dhe të uroj jetë gjatë. Edhe kam një faleminderit, që shoh që je një zonjë nderuar, se duket njeriu pak a shumë. Faleminderit. E tregon atë në një farë mënyrë, sa do qëtë e kamufluar, po del ajo. Të falenderoj Osman. Është kënaqësi për mua që jeta e një njeri të ngrohtë, një njeri që merr pjesë në atë fatkeqësinë time. Dhe uroj që ne të gjejmë një informacion, të zbulojmë diçka dhe të të bëjmë të lumtur në këtë moshë. Do të kemi njohjen. Dhe mos qaj të lutem, mos ta mbyllim me lot programin. Pra e këtë njëri nuk është një gjallës që preket, është me ndjenja njeriu, nuk është që të kallë. Mirë, unë të premtoj që do vim me kamerën tonë, të vizitojmë dhe në zonën e Mistomadhmes dhe do mbetemi në kontakt. Faleminderit Osman. Faleminderit dhe ju miq që ndurat me mua deri në fund të programit me historinë e këtij 80 vjeçari që edhe pse solli shumë humor ditën e sotme në studio, por edhe lotoi për të shkuarën e tij. Ne bashkë takojmë nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.